Dashi, përpiquni të jeni plotësisht të hapur me partnerin tuaj gjatë kësaj ditë sot. Nga ana tjetër, duhet të shfaqni vendosmëri të fortë në hapat që planifikoni të ndërmerrni, dhe jo të ktheheni menjëherë kur ballafaqoheni me kundërshtim. Nëse jeni në një marrëdhënie, mos nxisni partnerin tuaj, sepse kjo mund të sjellë probleme të rënda. Përpiquni të jeni gjithmonë më mirëkuptueshëm dhe tregoni durim her pas here. Ju beqarët do të ndjeni më lirë për të shprehur emocionet tuaja dhe mund të afroheni me dikë të veçantë. Në punë do të ndodhin ndryshime të mëdha, ndërsa karriera juaj ec drejt përparimin. Në aspektin financiar do të jeni të motivuar për të kapërcyer sfidat dhe do t'i dilni mban me sukses. Demi, do të ndjeni tepër të fuqishëm sot dhe do të veproni pa asnjë mendim të thellë. Ekziston gjithmonë rreziku të kryeni gabime të mëdha. Nëse jeni në një marrëdhënie sot, do të jeni aventurier dhe ekziston rreziku për gabime papritura. Mund të shkatërroni një lidhje të ndërtuar me aq përpjekje dhe sakrifica. Ju beqarët do të kaloni një ditë plot ngjyra dhe takime frymëzuese. Shfrytëzojeni sa të mundeni. Në punë, mos u shfaqni mendje mëdhenj, por përqendrohuni tek detyrat që keni për të përfunduar. Sa më shumë të nxirrni forcën, aq keq do përfundojmë. Sa i përket shpenzimeve, mos shfaqni pa mendim, sepse rrethanat mund t'ju dalin shumë shpejt jashtë kontrollit. Binjakët, hëna do të ketë ndikim pozitiv sot në jetën tuaj dhe do t'ju bëjë t'i kushtoni më shumë rëndësi afërmen. Pranë tyre gjithashtu do të ndihemi shumë më mirë. Nëse jeni në një marrëdhënie, me qetësi dhe durim do të zgjidhni të gjitha çështjet që keni përjetuar kohët e fundit. Edhe partneri do të jetë më hapur dhe më i mirëkuptueshëm. Ju beqarët do të organizoni takime mbretërenëse dhe mund të gjeni shpirtin tuaj binja. Në punë do t'ju hapen shumë mundësi, por për të zgjedhur rrugën që saktësisht do ndiqni, duhet me përkushtim të konsultoheni me miqtë e ngushtë dhe familjarët. Nuk do të ketë më vonesa dhe do t'ju ofrohen zgjidhje për problemet. Në aspektin financiar, mos eksperimentoni me zjarrin sepse mund të ndiqeni shumë keq. Asnjë parahua, mos dhuroni. Gaforia. Mërkuri dhe Venusi do t'ju ndihmojnë të arrini atë që dëshironi sot. Prekni zemrat e njerëzve rreth jush dhe do të merrni atë që vërtet keni ëndërruar. Ju të dashuruarit do të kaloni qaste të paharrueshme dhe gjithçka do t'ju ecë drejt mrekullive. Nuk do të keni më asnjë kërkesë nga jeta. Edhe ju beqarët do të jeni me fat në dashuri dhe statusi do të ndryshojë më shpejt se sa menduat. Në punë do t'ju hapen shumë mundësi, por për të zgjedhur rrugën që saktësisht do ndiqni, duhet me përkushtim të konsultoheni me miqtë e ngushtë dhe familjarët. Mos besoni të tjerët. Në aspektin financiar nuk do të hasni probleme, sepse së fundmi keni mësuar se si t'i menaxhoni me kujdes të ardhurat që do të kalojnë në dorë. Luani, nuk do të jeni më pasiv si më parë, përkundrazi do të bëni çdo mundësi përpjekje dhe do t'i shprehni mendimet me lirshmëri. Do të funksiononi si një ekip i fortë dhe çdo problem që do hasni, do ta zgjidhni së bashku. Dita do të mbyllet mirë. Ju beqarët do të jetë më mirë të mos nxitoni, pasi nuk është momenti për lidhje të qëndrueshme. Në punë do të gjeni qëndrueshmëri dhe do të vazhdoni qetësisht atë që keni nisur. Nuk do të mendoni as pak se çfarë mendojnë të tjerët. Buxheti do të jetë herë më i mirë se më parë. Përfitoni për një darkë me partner ose për të blerë diçka të veçantë. Virgjëresha. Sot do të kujdeseni tej mase për çdo gjë dhe gjithçka do t'ju ecë ideale. Për asgjë nuk do shqetësoheni, sepse jeni plotësisht bindur për hapat që do ndërmerrni. Për ju të dashuruarit do të jetë ditë harmonike dhe pa probleme. Do merreni vesh për çdo detaj me partnerin dhe marrëdhënia me të do jetë e shkëlqyer. Ju beqarët do të hasni sfida për të krijuar lidhje me atë person që dëshironi, por në fund do t'i dilni mban me sukses. Në punë do të kryeni mirë punën e kolegëve dhe do t'ju vlerësoheni për këtë arritje. Shefat nuk do t'ju humbasin kohë, por do bëjnë ofertë interesante. Në planin financiar do keni sfida shumëta. Kërkoni sa më shpejt ndihmë. Peshorja. Përpiquni të mos nxitoheni shumë gjatë kësaj dite, sepse mund të kryeni gabime të papërballueshme. Analizoni me kujdes situatat, pastaj veproni me mençuri. Nëse jeni në lidhje, qielli i dashurisë do t'ju ecë në rreth të zeza. Në disa momente të ditës nuk do të mungojnë shtrëngatat e forta. Keni kujdes. Ju beqarët do të qëndroni pak vetëm, pasi nuk është momenti për lidhje të qëndrueshme. Më mirë të prisni pak, se sa të vuani më vonë. Në punë, patjetër duhet të reflektoni dhe të merrni mendime para se të vendosni një pozicion të caktuar. Keni gjithmonë kujdes nga kolegë që nuk do të jenë sinqert me ju.
Buxheti do të jetë më i vëmendshëm dhe situata financiare do të stabilizohet. Akrepi. Gjatë kësaj dite, me vendosmëri duhet të dyfishoni përpjekjet tuaja dhe të shmanni çdo real që pesimizëm. Ju të dashuruarit, tregohuni sa më realist, sepse situata mund t'ju dalë plotësisht jashtë kontrollit. Ju beqarët do të keni një ditë pasionante, e mbushur me takime magjike. Nëse jeni beqar, nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit më vonë. Do të menaxhoni jetën profesionale me kujdes, duke arritur të realizoni qëllimet tuaja. Jeni vërtet inteligjent dhe shumë ju kanë zili. Ndikimi juve në financa do të jetë mjaft pozitiv. Do të dini se ti menaxhoni parat që do të kalojnë në dorë. Shigjetari. Gjatë kësaj dite do të reflektoni dhe nuk do hidhni hapa të pamenduara me kujdes. Në këtë mënyrë do të shmangni shkënimet. Për ju të dashuruarit priten momente tepër të ngrohta. Do të jeni më hapur ndaj partnerit dhe do të flisni për gjëra që kanë qenë të ndaluara. Nëse jeni beqar, nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit më vonë. Do të menaxhoni jetën profesionale me kujdes, duke arritur të realizoni qëllimet tuaja. Jeni vërtet inteligjent dhe shumë ju kanë zili. Gjendja e financave do të përmirësohet ndjeshëm, megjithse ju lutemi, mos shpenzoni shumë para të panevojshme, por hiqni disa para mënjan. Britsjapi. Nëse nuk tregojeni me durim të mjaftueshëm gjatë ditës, sidomos në punë dhe në dashuri, atëherë mund të humbi gjithçka. Ju të dashuruarit do të jeni kritik ndaj partnerit tuaj dhe me të drejtë, por ai nuk do t'ju kuptojë. Në disa momente mund të keni edhe debate të forta me njëri tjetrin. Ju beqarët do të bëni deklarata të forta dashurie dhe mund të hidhni hap të madh. Në punë do të jeni të organizuar dhe do t'i përfundoni në kohë të gjitha detyrat që ju janë dhënë. Askush nuk do të arrijë t'ju dekurajojë. Në planin financiar, mos u nxitoni për asgjë dhe tregohuni gjithmonë shumë vigjilent. Vetëm në këtë mënyrë do mbani larg problemet. Ujori. Gjatë kësaj dite do të jeni në kërkim të kënaqësive, por nuk do të nxitoheni shpejt. Sigurisht do jeni kujdesshëm dhe do ecni me plane. Ju të dashuruarit do të ndiheni të qetë dhe më rehat. Do të qëndroni më shumë kohë me partnerin dhe do të flisni gjatë natës. Shfrytëzojeni çdo moment edhe për të bërë një kërkesë. Ju beqarët nuk do të gjeni as sot partnerin tuaj ideal dhe do të vazhdoni me të njëjtën rrjedhë. Në punë do të arrini të merrni atë që dëshironi pa u munduar. I dini mirë pikat tuaja të forta dhe do t'i përdorni sa më mirë ato. Në planin financiar, edhe pse do të përpiqeni, nuk do arrini të stabilizoni situatën. Duhet të keni ende durim. Peshqit. Gjatë kësaj dite nuk do të keni ambicie të mëdha, megjithse në përgjithësi gjërat do t'ju ecin shumë mirë. Pavarësisht se nuk besoni, ata besnik pranë jush do t'ju mbështesin. Ju të dashuruarit nuk do të keni asgjë për të qahuar, sepse planet do t'ju krijojnë ambientin e duhur që t'ju bëjë të dashuroheni si duhet. Ju beqarët do të keni mundësi për takime vendimtare, por nuk do të përfitoni prej tyre për shkak të angazhimeve profesionale. Në punë do t'ju konkretizohen planet që keni bërë prej kohësh dhe do të fitoni realisht më shumë siguri në vetvete. Gjendja e financave do të jetë paqëndrueshme, prandaj mos ndërmerrni asnjë rrezik.